Kosova sapo foli, por rezultati nuk është aq i thjeshtë sa duket. Lëvizja Vetëvendosje fiton zgjedhjet me rreth 43 deri 44%, por pyetja e madhe është, si ka mundësi që partia më e fortë në vend po bie në mbështetje? A është kjo fillimi i fundit të dominimit të saj, apo thjesht një sinjal që Kosova po ndryshon drejtim? Sepse nëse i kujtojmë zgjedhjet e kaluara, Lëvizja Vetëvendosje kishte më shumë fuqi, më shumë vota, më shumë entuziazëm, por këtë herë diçka ka ndryshuar. Pse? A është ekonomia, zhgënjimi me qeverisjen, konfliktet politike, apo lodhja e njerëzve nga e njëjta narrativ? Dhe pyetja më e madhe, a mund të qeverisë Lëvizja Vetëvendosje vetme? Përgjigjja është jo, nuk i ka numrat. Kjo do të thotë se Kosova hyn përsëri në një lojë të fortë koalicionesh, pazare politike dhe marrëveshjesh që mund të ndryshojnë gjithçka. Por çfarë ndodh nëse opozita bashkohet? A mund të ndryshojë qeveria komplet drejtim? Apo Lëvizja Vetëvendosje prapë kontrollon lojën nga prapaskena? Dhe tani pyetja e fundit. Nëse asnjë parti nuk mund të qeverisë vetme, kush e fiton realisht pushtetin në Kosovë? Shkruani mendimin tuaj, sepse ky rezultat mund të ndryshojë gjithçka në ditët që vijnë.